الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani يفقه قولي. Allahun e falëndrojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë, salate dhe selame të përzemërta mbi Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam qojmë, mbi atë, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë vetëm rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nderuar i xhamat, para se të i themi disa fjalë, është e udhës, është e ndershme, e njerëzishme, që përshëndes nga shpirti dhe nga zemra gjithëve. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Vazhdojmë me vargun apo zinxhirin e ligjëratave tona, të cilat kanë të bëjnë me gjunahet e mëdha. Në javën e kalume folëm se prej gjunave të mëdha është me ngu çka po thot ai, çka po thot ajo, kush hini, kush dol. Gjuna është. Rreth kësajna folëm në ligjëratën e kalume. Për sot është në radhë gjunahi i 39 i rënditur në këtë libër, i cili ka të bën me mallkimin. Me mallkimin. Çish o mallkimi? Pra, me mallku, me sha, me fy, e kështu me radhë. Për këtë, në këtë libër, në Kur'an dhe në sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur shumë argumente, të cilët na e ndalojnë gjëra të tilla. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar të Imam Buhari, Imam Muslimi dhe të tjerët, thotë se la'nul mu'mini ke qatlihi, me e sha, me e mallku një musliman është sikur me e mbyt. Me mallku një besimtar, një musliman, është sikur ti ta mbytësh ata. Pse? Sepse besimtari duhet të jetë me edukat të mirë. A ju kujtohet ju ajeti kuranor kur e kemi përmendur më shumë se një herë, Allahu kur i tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, me të vërtet o ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam je me një moral shumë të lartë, me një edukat shumë të madhe. Pra këtu Allahu nuk i ka drejtu vetëm Muhammedit a.s. Ju ka drejtu gjithë besimtarve. Ti të shpukon me moral të lartë, ti me moral të lartë, ti me moral të lartë. Pra, sharja dhe fyrja nuk janë prej islamit. Ta hup burrërinë. Burrit nuk i ka hije mu sha. Në vend që sa i shamës, thuje fjalën elhamdulillah, thuje fjalën subhanallah, thuje fjalën la hawla wala quwwata illa billah, thuje fjalën Allahu akbar, thuje fjalën Allahumma salli ala Muhammad. Çish me sha? Isha një herë me një vend, ishte Ramazan, subhanallah al-azim. Wallahi Ramazan ishte. Edhe hinëm në zyra aty me një farvendi, edhe ja nisi po shan njoni aty. I thash, mo bërtha se Ramazan është, mos e prish Ramazanin. Sukur kur i thue, pak jetu e sha, si që ja nisi me ren,
shaj, thash la ilaha illallah. Besimtarit i ka hije me asha dikujna familjen, nonën, grujen, fëmijën, nuk na takon si besimtar. Se pejgamberi po thot, pra me mallku, me sha një musliman ashtu kur e mitë. Pra ata pejgamberi alayhis salam çetër hadith që thot, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Me e sha ti një besimtar është gjuna. Dhe me e myt një musliman është kufër, del për fejes. Runa Zot, kjo do të jenë koha, e kena shpjeguar më herët, po kam marrë kohë prapë të shpjeguan disa kur po marrin guximin estakfirullah me myt njeriu. Maratia i ti diçka i të mo. Unë e vras, unë. Naudhu billah, kush je ti? Kush je ti me zgat armë para besimtarit, para një muslimanit? Çka ti thosh nesër Allahut Azza wa Jall? A llogarit vetë se një ditë dush mi palu kom me dal para Allahut. A ki me dhon llogari? Jo për vrasjen, për punën më të vogël ki me dhon llogari. Çka po je sinqerat? Kur vrasja është prej gjunave të mëdhaja. A ju kujtohet kur e kam shpjeguar hadithin e pejgamberit alayhis salam ku thotë se largojeni 7 gjërave shkatërruese. Njëra prej 7 gjërave që e shkatërron besimtarin a kush? Vrasja. Vrasja, runa Zot. Po më ka sha. Ti ma mirë dure një shame se sa me hedhon një vrame. Çka bëne tani mas? Në faka e qafirave tani mas. Hajde tash. Na për gjyqje, na për burgje, na për advokata, na për asaj. Dush me shit kejt pasurien, për shka? Për një budallaki çka e ke bën. Pra, ka ardhë ki islam, vëllezër të nderuar. Islami ka ardhë me na bën njerëz. Wallahi, jo ma larg se sot. E përcjellsha një videoklip diku në pash, thash subhanallah njerëzit pa islam. Në India që ku adhurohet lopa, kishte cof një lopë, nëse një thëmë lopa ka dek. A ka kuptim të lopa kish dek? Zdes lopa cof. Mi pa të adhuroj lopën. Ej, vllazni çka kishin mo. E tu kajt, e tu e bajt, e tu e shtin dhe, e tu i qit lule, e tu e mlu me qarshafat bardh. Thash, la ilaha illallah. Allahu ka thonë Kur'an, innhum illa kel an'ami bel hum adallu ilay sabila. Ata thot janë sikur kafshët, por edhe ma zi se kafshët. Wallahi, jo më lëkë se sot. Jo më lëkë se gje par gje e pashë i cili, thash, subhanallah, njëri pa islam, është ma zi se kafsha. Shkonte dhe pinte nga urina e lopës, a jaj ke syt për ata për bereqet Zotit, estakfirullah. Ta me sytë e mje poshtë. I dim, na kina mësuna në shkollë, feje të lloj-lloj, ta një prej fejeve është e adhurin lopën. Do më thonë, më vite ajo se njeriu pa fe është si kafsh. Feja ka ardhur me na bën njerëz. Bismillah, kur ti qerë sy, që thua, elhamdulillah. Ha? Që është automatikisht e merr një abdes. Masa sa ne merr e fal një namaz. Masa sa ne i bando tesbih. Masa sa domthon teri sa të bie kur bish për fletë me bismillah. Domthon çor sabah dhe ben akşam me bismillah. Kjo feja s'ka të ka bën njeri. Fe e kije të shpia, fe e kije të rruga, fe e kije të familja, fe e kije të ara, fe e kije të puna. Në çdo vend fe e ka ardhur ti ka kallëzu ti dispozitës se çish me shku ti në punë, çish me çuti jetën tënde e jo me shoh vllau. Çka fitua për shamës? Wallahi kur gjoti s'ke bon, vetëm e ke ul vetën, e ke poshtru vetën dhe e kishti vetën gjuna shumë të madhë. Disa e kanë shprehit shamën, nuk na ka hije e shamja, vëllezër të nderuar. Nuk na ka hije, neve na ka hije burëria. Se thashtë të njerë, e shamja ta ul burërien. Nuk të ban burë, nuk thonë të filoni valla mashallah be halal i koftë, a konë burë i manë se a shashon. E kështu më radhë, pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, la te la anu bi la'netillah, wala bi ghadabillah, wala bin nar. Mos malkoni, thot, me malkim të Zotit, e as mos malkoni me hidrëm të Zotit, e as mos malkoni me zjarë. U gjeksh. A thënë disa u gjeksh. Allah i qafën të theftë. Allah i të malkoft. Hidrimi Allah kumbi ti. Ta, kështu të na që shojmë në shqiptarët.
Jo. Sidomos, unë e priti të vinë edhe pak xhamati, edhe këto selame duhet me i përcjellën në për shtëpitë tona, se gjinia femrore janë më të lira ka goja. Janë më të lira ka goja gjinia femrore. Edhe për pak e për shumë, nemin, mallkojnë. Nemin, mallkojnë. Pra ata nuk i takon besimtarës dhe as besimtarët të bëjnë një gjë të tillë, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë la yakunu illa anuna shufa'a wala shuhada yawm al-qiyamah. Mallkuesve, ata që mallkojnë, që shajnë këtë dunjë edhe fynë në çmojnë, këto nuk do të kenë shefat ditën e Kiametit. Nuk do të kenë. Pse? Sepse je shumë i ulët. Duhet ta kuptojmë vllazina, kena shpjeguar punën e shefatit më herët. Se shefatin e meritojnë njerëzit meritor. Domthonë e shamja, e fymja, nënçmumja, e bërbuzja, mallkimi, këto janë të klasës ult. Në xhennet ultit nuk hinë. Ta duhet ta kuptojmë. Në xhennet ultit nuk hinë. Xhenneti është për njerëz meritor. E kështu me radhë. Pa ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë ajete e hadithe na ka treguar neve mbi gjunohin e mallkimit apo të sharjes. Sa që thot pejgamberi alayhis salam la yanbaghi lisiddiqin an yakuna la'anan. Nuk i takon kursesi një njeriu besnik që të jetë mallkues. A pithu vetës jam filoni? Po. Këshene për marrë një shembull shumë afër, shumë që keni pa krejt të mësit e juve. Na i llogaritmi njerëzit intelektual, deputetët për shembull, çka na i zgjemi me votat e tona, ata me votat e tona mrrin atje. A keni pas sa gjest i ult është kur shahen dhe kur fyhen në për parlamente? Mos thonë edhe kur rrehen. A thot dikush i bravo i koftë? Qysh mëra intelektual, njëri ngritur, i hipur me votën e popullit. Ai ti po të profeson, se ti e ki votuan. Edhe ai del atje shat, vjedh, nënçmon, fyn, rrehet. Gjeni po vet? Jo më lakse në parlamentet e tonë, jo më lakse tonë, vendi tonë, komunës tonë. Po sa ka qenë gjest i ulqaj? Halan në vjen turp dhe marrë kër i kena banë. S'na ka hije. Neve na ka hije mu konë. Pse as kemi na të njëherë sikletët që la ven momentit të shpirtit të hunda? Ama atë shka ta banjë, gone mirë. Edhe nëse dhe njëherë të vjen shpirtit e hunda, nëse ti e ban që ata, faktikisht e ki ullë vetën, se ki ngrit vetën. Pra besimtari duhet më konën i menqër. Ju e trive për ju drejtona me një hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ka të bon në aspektin psikologjik. Ju që ka jeni në për fakultetet, me siguri keni mësuf, pa më pasish qëfar drejtimi jeni, lënë psikologjisë keni, apo? Si do më thotë që ka jenë mjekësi. Psikiatria dhe psikologjia, pa qëtër kanë me pas dhe një lonë në ta. Për ja të regoj një hadith pejgamberit alayhi salam, i cili ka të banë shumë me psikologjien. Shka thot Muhamedi alayhi salam? Mene që këtë hadith e shkullin në për libra edhe qëtin në dyqysh me profesorët e ju debatone. Muhamedi alayhi salatu wasallam thot, lejse shedidu bisura. Këtë hadith se kam pas nërmend, nuk e kam këtu në listën e spjegimit për sot, po mirë është mi mësu të rritë. Pejgamberi alayhi salam po thot, lejse shedidu bisura, innama shedidu alladhi yamlik nafsahu inda al-ghadab. Nuk është thot i fort, ngonë termin psikologjien. Nuk është i fort ai i cili reagon për një herë, por i fort është ai i cili e përmban veten në rastet të hidrimit. Shembull, runa Zot. Një mosmarrveshje me një vëlla tëndin. Edhe ti i thua cina, o Zotri, edhe unë kam gjuhën sikur ty. Edhe unë di sikur ti musha. Ama personaliteti jem nuk bin nivel tëndin.
Ti me qëta më shumë e ke nënshmu se sa mi pastor, edhe unë ti të bajerë të këthej. Sepse me reagu për një herë, është dopsi. Qështë është dopsi? Pra po këthejmë në psikologji. A e ki po, për shemë të kafsha. Nëse kafshën pak e ngacmon, ai me 3 gjona reagon. O me bisht, o me shkelëm, o me brina. Apo? Pra ti nëse reagon për njëherë, i njësove qatina ose qasajna. Por nëse i thua këshire, unë e di me të këthi, asë jam të tutën, por konstrukti i jem, doka e jeme, pozita e jeme, emri i jem, nuk ben nivelin tëndë. Pasha Allahun, që kjo është më e fortë se ti atina me ira. Pra besimtari është këtë formë i fortë. Cënë është i fortë? Që ai ka e mban vetën në rastet të hidhrimit. Reagimi i përnjëhershëm, po ngjasoj ka me kafshat. E ne për përsëris. Reagimi i përnjëhershëm, po i ngjasoj ka ati që ka reagon o me bisht, o me shkelëm, o me brina. Na nuk jemi të atë nivelit. Na nuk jemi të ati nivelit. Po çka bojmë na? I thëjmë, faleminderit, me qatë ftyrë të pasha. Po vaj mutut, s'pa çka me mbon. Ja. Njeriu prej njerit së shtut, kur as nuk tutët. Njeriu prej njerit kur së shtut, as nuk tutët. Po unë e ruj karakterin tem, se karakteri jem është i nalt, unë nuk e orzoj të poshtë. Pra besimtari nuk i takon sharja dhe fyrja dhe mallkimi dhe nënçmimi dhe përbuzja, por i ka hije që ai me bon sabër edhe me te kaluën situatën e kështu me radhë. Pse? Pejgamberi alayhis salam po thot, pasha Allahun vllazni. Sot pas namazit sabahit kur e lexoja që këtë hadith, më kapën pak emocionat. Piu kallzoj kështu drejt. Pse më kapën emocionat? Që këtë hadith e ka mësu për menç para 40 vjetëve. Llogarit e 40 vjetë, 4 dekada. Në vitin 1985, 1986, kur pa ta shku me mësu në Sirinë atë kohë, që këtë hadith e ka pas mësuar. Që mas 40 vjetëve po i vjen radha ta shpjegoj këtë hadith. Thash subhanallah, 40 vjetë shku nga hoxhallëki i jem. La ilaha illallah, sa shpejt shkuën. Edhe tjerët kanë me shku shumë shpejt. Shka do t'i thëjmë Allahut azza wa jall. Çka po thot Muhamedi alayhis salam? Lejse l-mu'minu bit ta'anin, wala le'anin, wala fahishin, wala bedhi. Pasha Allahun, po më kujtohet si sot halara bishtë se dishmi mirë. Ishmi në kurs gjumës. Hala po më kujtohet emrin e ka pas profesor Salahi. Salah ka pas emrin An-Naqawa, edhe emrin ja di. Salah An-Naqawa në Sirin, Damask, para 40 dhe në imsoj këtë hadith. Që dhe më thonë këtë hadith? Lejse l-mu'minu bit ta'an. Nuk i takon besimtarit më kon lëndues. Lëndimi që ka nën kupton? Sharje, fyrje, nënçmim, abuzim, familjes. Sa herë kam shpjegu une që na nuk guxojmë haram e kemi më jacenu vllaut ton familjen. A kam thonë 100 herë? Qika filonit, gjali filonit, gruja filonit, baba filonit, nana filonit. Por rrimër o këshirë halin tanë, që qanë. A nalësh me këshirë pak vetën. Pra nuk i takon besimtarit më konën qka? Në nëshmuës. Lejse el-mu'minu bit-ta'an, wala le'an, asë mallkues. Nonën ati, babën ati, e tjera mos i nëmëritash këtu para kamerës. Pse? Qka fitove? Në fund, a ban me bemeqit barazinë të fyrës, qka bone? Qka fitove për të shamas t'i kalzon mua? Wallahi kur gjon s'ke bon vetëm shka e ke ngarku vetën dhe e ke ull vetën dhe lëndu vetën dhe se vapët e tua i ki hargjuan. Wala fahishin, as mu kon vulgar. E ki pa disa, subhanallah, ladhin trishtosh me a thonë, një muhabet mu nalë me bo me ta. Vulgar, i ashpër, i vrasht, i sert, i egrë, i pisat fjallë. Trishton mu ull me bo një piset me ta se më në qëtë në gjuna. Nuk i ka hije besimtarit më kon vulgar. Besimtarit i ka hije më kon i but, i qetë, i kuptushëm, i dashëm, i sjellshëm, i afër. Më shpesh e thomë disa, për qef në vllaznitë një herë me zveti. Jepja dorën, shtrëngoja dorën, vllau tënd. E jo une ati
Tash mos thim këtu në detale, tu i shajtë, tu i fi. Jo. Nuk është islam. Pra islam është edukata, morali, respekti e kështu me radhë. Wala fahishin, wala bedhi, pra e as në nëshmuas. Pra besimtarit nuk i takojnë të cilësi. Besimtarit i takojnë cilësit dhe virtytet e larta e kështu me radhë. Pra ta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë. Më mirë se këtë hadith. Kur ta shajsh ose kur ta mallkosh një njeri, thyrja, sharja e jote ngritet në qiell. Kërkon që të hapën dyert. Dyert e qiellit nuk hapen për gjëra të vështira dhe të liga. Edhe ajo kthehet të mbrapa. Nëse është njeriu meritor me atë çka e shajte, shkon te ai. Nëse jo, ajo kthehet te ty. Ajo kthehet te ty kthehet. Pse po e ngarkon veten me kësi farë gjërash o llojdash? Pse po e ngarkon veten me kësi farë gjërash? Sa i ka pra hije besimtarit bukonin i tillë? Thash edhe një herë, besimtarit nuk i ka hije gjë tjetër vetëm se për një me mukonin një rob i Zotit i cili ka ardhur në këtë dunjë për disa ditë të numëruara edhe me vazhdu për ati ku ka ardhën. Pra ta, kjo ndodhi në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ishin në udhtim dikun, të shkuën larg. Edhe unë alën dikun me pushu, një deve, se mjetet e udhtimit në atë kohë kanë qenë deve. Një deve palte shumë. Ko e disha që a ka pas muja, a ka pas probleme, a ka pas diçka, dhe hajman, edhe ka shpirt. Edhe e zoja e asaj devës ishte grua. Edhe para krejve e mallkoi. E mallkoi devën. Pejgamberi alayhis salam e niti këtë mallkim, më falni. Pejgamberi e niti këtë gruën të e mallku devën. Çka tha pejgamberi alayhis salam? Tha shkarkon e tha çka ka çaj e devës. Se devës zakonisht ka mbi shpinën e vetë ka të samarin e ato gjona çka të udhimit. Shkarkon e tha gjatë deve. Pse? Shkarkon e. E shkarkun devën edhe tha në lishon e tha këtë deve mos e përdoni se kjo është më veç e mallkume. E mallkume është. Pra ta, e thash ma herat se erën disa vëllezër ma vonë, pra edhe të shpia këtë selam bartne se gjinia femërore pak janë më të lira ka mallkimin në gojet e tyre. Mallkojnë shumë. Nuk ju takon besimtarës me mallkuën. As besimtarit. Se këtë që të fjallë që ka i thojmë ne, për këto i vinë edhe duhen edhe për ato. Se edhe për ato ka edhe xhenet edhe xhehenem. Edhe fitim sevapave edhe humbje të tyne. Kështu që vëllezër të nderuar, edhe një herë po e them, besimtarit nuk i takon një gjë e tillë, sepse Allahu Azza wa Jall na ka kriju neve që i të jemi të edukuar. Saqë kur mallkoi kjo gruaja, kur e mallkoi kjo gruaja, edhe ju mur devja, ajo gruaja me atë në kom. Edhe sahabët thëshin asnjë nuk e pranonin me morë në udhtim, sepse e qortoi Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pa vëllezër të nderuar, pe konkluzoj atë kajmakun e ligjerimit që besimtarit nuk i takon e shamja dhe e fymja. Nuk ban të shahemi, nuk ban të fymi, nuk ban që t'ja cenojmë vllau ton familjen e vetë. Qika filonit, habe sa jashtë. Gjalli filonit, habe sa jashtë. Gruja filonit, habe sa e njofmi. Ti qka i bon, advokati poplit e këtuan, qka? Miro me vetë vetën. Kja bajnë filonit, kja këthej filonit, aja ashtu, aja ashtu. La ilaha illallah. Ani tash e kanë morë një di e kanë morë si shprehi, si mota, u të bash. Qyqy. U të bash. Shpion. Aj, ki. Po mirë, shka ta me menja aj mos bukon u të bash, edhe nuk kanë shpion, kur ditën e kiametit ta lip hakën. A dini kush është njeri i humbur, dhe me këtë për përfundoj?
A di kush është i humbur? Ishte Muhamedi alayhi salatu wasallam me disa shokë dhe po i thot: "E te drune men il muflis?" Than Allahu wa rasuluhu. Jo, than el muflisu min la dinara lahu wala dirham lahu. Pejgamberi pyeti tha: "A e dini kush është tha i bankrotuar ju shqip ju rinia, gjuhën shqipe mësoni? I bankrotuar, i falimentuar, i humbur." Sahabët than: "Po çaj shka i gjorë, s'ka pasuri, s'ka pare, s'ka të holla, çaj është?" Jo, tha, jo. Fukarallëki nuk kanë bankrotim. Ndoshta shumë fukara janë, çka të Zoti janë më të dashur se 700 zënjina. Jo. Te Allah son pesh pasuria. Tha i bankrotuar thot ushte. Ai i cili shkon, ma në me këta ngjarje. Ai i cili shkon para Allahut me shumë namaz, me shumë zeqat, me shumë agjërim, me shumë dhanë, me shumë bia shkon te Zoti. Mirë, po krahas asaj e ka shaket, e ka shaat, e ka fyat, e ka nënçmuat, e ka përbuzat, ja ka cënu nderin ati, ja ka cënu nderin asaj, edhe thot, ditën e kiametit, krejt që të shka i kisha, vinë dhe ta lipin hakun. Am kesha mua po? O Allah, sa e ka shvimin që kesha mja, që ka sevape? Bemi. Atë qëtën e ka nënçmuan, ami. Atë qëtën e ka fyën, ami. Atë qëtën e ka cënu moralin, nderin, familjen, ami. Në fond, thot la ilaha illallah, ngonë ngjarje mirë. Pejgamberi thot në fond, te i thot thot i harxhon sevapet e veta. Pra s'ka më sevape. Edhe çka më bën? Thot i mirën gjunat e kësaj viktimës që ka kisha ti, i ngarkohen atina, a i ngarkohet me gjunat dhe në fund thot të shkon në zjarr. Pse? Se si të qonë sabba nonën e filonit. Pa i kështume. Pa i kështume. Pa i ki. La ilaha illallah. Thuti se vetja është ku mi diçka. Pa i më kodë ku mi diçka që shto zben. Nuk mirat me të shamet dhe me të fymet të tjerve. Mirat me gajlit e veta. Për ata vlezët të ndërruar. Edhe nja po e them. Kemi kujdes se shka ta ban gjua. Sa që kjo ti harxhon se vapot as nja jo. Pse? Se kjo flet. Fol. Në fund kjo po më shefët atje, edhe pe e le ftyrën për jashtë ftyra, po do të pagujtën fakturat e gjuhës. Pra ta, si besimtar, nëse e thojmë, kemi dhe një fjalë të mirë, e thojmë, nëse jo, shujna. Ama ju lutem vëllezër, duhet ta mojmë shprehje në vend të shamës, sa e shartë, Allah i bellëzoft. Allah i e falt. Allah i na fal gjithve. Subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad. E jo shamën tash mos të tregoj të formën të shamës ka shahat shoqëria jonë. Lusmi Allahun azza wa jall. Me emrat e tij të bukura dhe cilësitë e tij të larta që neve si besimtar të na edukon, të na vetëdijson, gjuhët e tona të na imbrojnë, familjet e tona të imbrojnë, ta mbrojmë njëri tjetrin. Se bërgja kemi vllat mi mbrojtën ftyrën e moralin e familjen e kështu pasurinë e kështu me radhë. Por ndryshe ta dim vallahi vëllezër, me pa vëmendje, me pa kujdesje e ngarkojmë veten hiç pa ndal kur takshimi ditën e gjykimit kur të dalmi me gjëra ato na hakën ndaj njerëzve, ta dim vallahi se është shumë vështirë ta fitojmë xhenetin e Allahut. Allah na i fal gjunat ne gjithë ya rabbel alamin. Allah na i bën gjuhët tona të pastra. Vend shamës, inshallah Allah na bën për atë që e përmend me Allahun azza wa jall. Allahu inshallah na bën për atë edhe kur na ngushton ti kushi, ja kthejmë të mirë. Sepse e mira është më e shtrejtë. E mira i takon njerëzve të ngritur. E shamja është e njerëzve të ulët. E inshallah Allah na bën për njerëzve të ngritur. Amin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.